Berat Gjimshiti po përfundon procedurat për transferimin nga radhët e Atalantës tek Al Diriyah në kampionatin e Arabisë Saudite, pasi ka gjetur shpejt akordin me klubin saudit. Gjimshiti ishte në vitin e fundit të kontratës me Atalantën, por kapiteni i kombëtares shqiptare të futbollit ka marrë një ofertë të parefuzueshme nga klubi saudit dhe insistoi për kalimin në kampionatin e lindjes së mesme. Atalanta do të përfitojë 3 milion euro nga shitja e tij, ndërsa janë mësuar edhe kushtet e kontratës që kanë bindur Gjimshitin të transferohet në Arabi. Sipas informacioneve nga sauditët, ai do të hedhë firmën me një kontratë 1+1, nga e cila do të përfitojë 4 milion euro në sezon. Kjo është padyshim një shifër marramendëse në krahasim me përfitimet e tij aktuale në Itali, ndërsa do e bëjë Gjimshitin futbollistin më të paguar të kombëtares shqiptare të futbollit. Albion Dramani duket se po bëhet gati për hapin e madh në karrierë. Sulmuesi i Spartës së Pragës mund të ndryshojë ekip, ndërsa Venetia në Serie A ka shfaqur interes. Kartoni i 25 vjeçarit vlerësohet 8 milion euro. Vetë Sparta ndërkohë pagoi 5 milion euro për ta transferuar nga Rapidi 2 vite më parë. Ramani vendosi rekord transferimi te Ballkani, kur trajner ishte Ilir Daja. Nga largimi i tij në vitin 2023 janë përfituar 1.35 milion euro. 25 vjeçari rezulton të jetë një nga talentet më me emër që Superliga e Kosovës prodhoi në vitet e fundit. Tashmë duket se është gati për eksperiencën e radhës. Arbnor Muxha mund të rikthehet në Belgjik. Sint-Truiden është seriozisht i interesuar për ta bashkuar sërish me grupin. Ka disa ditë që negociatat me Samsunspor vazhdojnë. Në anën tjetër, firma mund të vijë që këtë fundjavë. 27 vjeçari ishte në huazim te Sint-Truiden në edicionin e kaluar. Shënoi 6 gola në 28 paraqitje dhe eksperienca në Belgjik u konsiderua pozitive. Kujtojmë se te kombëtarja është harruar. Kujtojmë se ka edhe një vit kontratë. Për këtë, Samsunspor nuk duket se do pengojë shitjen e kartonit. Mohamed Salah mori numrin 10 të Trabzonspori fal Ernest Muçit. Futbollisti shqiptar vendosi vetë që të priste kështu yllin e Egjiptit, duke qenë se kjo fanell ishte dëshira e tij. Ertugrul Dogan është presidenti i Trabzonsporit, që ka falenderuar publikisht Muçin. E falenderoi Muçin. Fakti që ai, me iniciativën e tij, shkoi dhe ja dha fanellën e tij Mohamed Salahut, mendoj se ishte një gjest shumë i rëndësishëm dhe një tregues shumë domethënës. Të dy janë lojtarë shumë të vlefshëm për ne, por fakti që ai e bëri diçka të tillë me vullnetin e tij, vërtet më emocionoi mua dhe të gjithë lojtarët e tjerë. Prandaj, dua ta falenderoj në mënyrë të veçantë edhe këtu, u shpreh Dogan. Armand Muslika ka firmosur kontratën e parë si profesionist me Tottenham Hotspur. Ky është raportimi nga Anglia për 17 vjeçarin e moshave të kombëtares. Ekskluzive. Mësohet se Armand Muslika ka nënshkruar kontratën e tij të parë profesionale me Tottenham Hotspur. 17 vjeçari i kombëtares së moshave të Shqipërisë konsiderohet një talent me shumë perspektivë dhe mbylli sezonin e kaluar me 19 kontribute në gola plus asiste. Muslika mund të përshkruhet si një djall i goditjeve të dënimit, pasi sezonin e kaluar shënoi disa gola nga goditjet e lira, shkruan Lily White Rose. Pritshmëritë janë të mëdha, dhe Tottenhami e tregoi duke i besuar kontratën e parë si profesionist. Klubi Spartak të Moskës ka prezantuar sot zyrtarisht Mirlind Dakun si afrimin më të ri të tij. Futbollisti shqiptar është transferuar nga Rubin Kazan pasi Spartak Moskë bleu 11 milion euro kartonin e tij. Klubi bëri të ditur se Daku kishte firmosur për 3 vitet e ardhshme me të. Dashuroi të shënoj gola, tani do ta bëj për Spartakun. Ishin fjalët e Dakut në videon e prezantimit, ku ai shfaqej me fanellën e skuadrës së re. Sulmuesi ka zgjedhur numrin 19 në klubin e ri, një fanellë që përkon me atë që mban në radhët e kombëtares shqiptare. Arixhon Ibrahimović foli për pozicionet ku ndihet më mirë, rolin si zëvendësuesi Luis Diazit te Bayern Munich dhe objektivat e tij për sezonin e ri. Futbollisti 20 vjeçar deklaroi se është i gatshëm të luajë kudo ku të ketë mundësi për Bayernin, edhe si zëvendësuesi Luis Diazit. Unë mund të luaj kudo në repartin ofensiv, në të majt, në të djathtë, si numër 10 ose si sulmues. Te Heidenheim madje kam luajtur edhe disa ndeshje si mbrojtës i djathtë. Diaz është një djalë shumë i mirë dhe me humor, i cili sjell shumë energji.
mezi pres të kaloj kohë me të dhe mund të mësoj shumë prej tij, sidomos sa i përket stilit të tij të lojës dhe kreativitetit. Kur ishim në Tokyo 3 vite më parë, luajtëm kundër Liverpoolit dhe Diazit. Pas vërshëllimit së fundit, shkëmbyem fanellat, tregoi futbollisti shqiptar, i cili është në listën e atyre që po monitorohen nga FSHF. Interi po kërkon me ngulm Musa Diaby dhe për këtë, në marrëveshjen me Al Ittihad, mund të përfshihet Kristian Aslani. Zikaltërit duan ta largojnë menjëherë mes fushorin e kombëtares shqiptare. Nuk do të jetë lehtë, duke qenë se për Aslanin janë investuar rreth 15 milion euro. Sa i përket Diaby, operacioni mund të shkojë drejt konkretizimit nëse përfshihet një lojtar ose francezi pranon urjen e pagës. Pavard ose Aslani janë alternativat që Interi i ofroi Al Ittihadit. Diaby është 27 vjeç dhe do të kontribuonte në krahun e djathtë të sulmit, dhe jo vetëm. Bayer Leverkusen mbetet po ashtu në garë për shërbimet e tij. Christian Shpendi pritet të vazhdojë aventurën me Cezenën dhe të jetë pika kryesore e sulmit për sezonin e ri. Pavarësisht interesimit të vazhdueshëm që ka shoqëruar emrin e tij gjatë periudhave të fundit, klubi italian nuk ka marrë deri tani asnjë ofertë konkrete që do ta binte për një transferim të sulmuesit shqiptar. Sipas mediave italiane, nëse nuk vjen një propozim i jashtëzakonshëm, Shpendi do të mbetet pjesë e skuadrës bardhëzi dhe do të udhëheqë repartin ofensiv. Drejtuesit e klubit kanë nisur kontaktet me përfaqësuesit e tij, Fali Ramadanin dhe Romualdo Corvinon, për të rishikuar kontratën aktuale dhe për të shpërndarë më mirë kushtet financiare të marrëveshjes, e cila skadon më 30 qershor 2028. Sulmuesi shqiptar shihet si një nga pikat më të forta të projektit të ri të Cezenës, që po ndërton një skuadër të re në drejtimin e drejtorit sportiv Andrea Mancini dhe trajnerit Alessandro Diamanti. Pas një sezoni me vështirësi, klubi synon të nisë një cikël të ri dhe Shpendi konsiderohet një nga lojtarët mbi të cilët do të mbështetet ky projekt. Në repartin ofensiv, pas Shpendit është afruar De Benedetti, ndërsa në krahun e majt pritet të luajnë Fiori dhe Caprimi. Pika që mbetet ende për të zgjidhur është krahu i djathtë i sulmit, ku Cezena kërkon një lojtar më të konsoliduar për t'i dhënë më shumë cilësi skemës 4-3-3 të Diamantit. Me një buxhet më të kufizuar se sezonin e kaluar, drejtuesit po punojnë me kujdes në merkato, ndërsa disa lojtar pritet të largohen. Megjithatë, vendimi për Shpendin është i qartë. Ai mbetet një nga shtyllat e skuadrës dhe një nga imrat kryesor të projektit të ri të Cezenës. E ardhmja e Fisnik Aslanit do të jetë në Bundesligë. Sulmuesi i talentuar i Kosovës ka vendosur të ndrojë skuadër, duke zgjedhur që të vazhdojë karrierën e tij te RB Leipzig. Por sulmuesin që kishte shkëlqyer te Hoffenheim ka pasur interesim të vazhdueshëm nga klube të ndryshme, si Borussia Dortmund apo edhe Barcelona. Por në fund, ai ka pranuar ofertën e Leipzig, që ishte gati të kënaqte edhe kërkesat financiare të klubit të tij aktual. Leipzig do të shes Jam Diomande te Real Madrid për 115 milion euro, ndaj ka pranuar kërkesën prej 25 milion eurosh që i është bërë për kartonin e Aslanit. Ky i fundit nuk ka qenë në grumbullim me ekipin gjatë ndeshjeve të fazës përgatitore, në pritje të transferimit, dhe pritet që sot të bashkohet me Leipzig në fazën përgatitore në Austri dhe të prezantohet si blerja e re e klubit. Largimi i Dejan Tramaj nga Borussia Dortmund është i pashmangshëm. Portieri shqiptar nuk udhtoi me Dortmundin në Japoni për fazën përgatitore, ndërsa po zhvillon bisedime me klubet e interesuara për shërbimet e tij. Akoma nuk dihet nëse do të ketë huazim apo transferim përfundimtar. Copenhagen është një nga emrat që qarkullon, duke qenë se Ramaj bënte mirë më parë në Danimark. 24 vjeçari i kushtonte 5 milion euro Dortmundit në shkurtin e vitit 2025. Kujtojmë se edhe me FSHF-n ka qenë në kontakt për të veshur fanellun e kombëtares. Refuzimi nga ana e tij erdhi për shkak se pret ftesën e Gjermanisë. Deri tani nuk është konsideruar alternativë.